nuk e kanë parë. Ky libër quhet The Albanian Files. Është rreth 800 faqe dhe shumica e qytetarëve ende nuk e kanë parë. Por brenda tij gjendet një vizion për Shqipërinë që po projektohet, me miliona metra katror rezorte, marina private, qytete ekskluzive turistike dhe qindra kulla, nga veriu në jug të vendit. Në libër gjenden 523 projekte nga 60 studio ndërkombëtare arkitekture, shumë prej të cilave tregojnë se lidhja me Shqipërinë nisi me njohjen me kryeministrin Edi Rama, që nga koha kur ishte kryebashkiak i Tiranës. Dhe të dashur miq, si thoshte Edi Rama, se hajnë rrugën që bën Saliu, një ha Edi Rama, nëse do të bëheshe në Gjermani, do të kushtonte me çmime gjermane 144 milion euro më pak. Po ku pyet Edi Rama? Edi Rama, Pra, pse duhet të shkojmë në protest? Sepse atë dheu na thërret o sot o kur. Edhe që ta dinë shqiptarët pse Ediot Drama e uren drita në Goxhajn dhe pse vinë dardanët, shqiptarët e Iliridës, emigrantët, ju a ke vjedhur shtëpin, atë dheun, jetën, rinin, se që në bark të nënës të bëjnë 15 eko doktorët dhe që të lindi një fëmijë në Shqipëri të shkojnë në fik, në cezariane, të marrin ca parat doktorët. Edi Rama, ti po bën genoncid dhe nëse ndërkombëtarët nuk reagojnë kësaj radhe, Shqipëria do të bëhet beton. Dikur psikopati Enver e bëri me një ushtri për 10 milion duke tharë buxhetin e Shqipërisë me bunker, armatime pa fund, ti po pastron paratë e drogës e të krimit dhe ke helmuar Shqipërinë. O shqiptar, ky marazh i akumuluar nëse nuk shkon në kanalin e duhur dhe të përmbyset ajo qeveri duke vendosur rregull dhe referendum kombëtar, vetë amnisti që dorëzojnë parat kontër pasurit dhe mbas një viti të hyjnë në fuqi, pastaj dënimet jo si të vetë, po giotin franceze unë do dëshiroja me shpirt.